Në euro ma shumë s'ka qenë dikur $1 miliona që në investu dhe tash. E para dhe vetmja, në Evropë nuk ka asnjë kompani që është licencuar e patentuar për këtë prodhim. Vaji i ullirit extra virgin që është me fluska të arit brenda. Kam shku prej Kosovës në kohën e luftës, domethënë në kohën si refugjat në Amerikë, moshën 22 vjeçare. Kam kriju një familje, pastaj kam vendosur këtu mu kthy tash shpejt, domethënë këtë vit. Jam kriju komplet me familje këtu, edhe jam këtu në euro ma shumë, domethënë këtu si udhëhec me i fabrikës, i shitjes në realitet në fabrikë këtu. 26 vjet, domethënë prej vitit 99, si vjet jemi këtu. Arsyeja kryesore është që ne kur e kam pa një mundësi, siç është kjo që e bëjmë ne sot këtu, ajo ka qenë një gjë ideale për mua, domethënë ka qenë një lloj bingo që mu këthy në Kosovë edhe me prodhu edhe me avancu bujqësinë kosovare në këtë rast. Euro Mushrooms ka një histori 20 vjeçare, e krijojmë një substrat të këpurdhës morell shumë e rrallë, për cilin masnej e fillojmë edhe e konkludojmë fund, domethënë e marrim substratin, i japim fermerëve, edhe fermerët e kultivojnë këpurdhën, masnej ne kthejmë mbrapa e blemat këpurdhë, domethënë pastaj e eksportojmë jashtë. Është një cikël i mbyllur, domethënë fillon nga ne, prapë mbyllet me ne, domethënë që edhe fermerin tonë në Kosovë, edhe jashtë Kosovës, domethënë këtë rast, e gëzon fakti se prodhimi është i shitur, domethënë ne e marrim prodhimin mbrapa, edhe ju paguajmë me 12 euro kilogrami, që do të thotë se është një gjë që asnjë kulturë në Kosovë nuk e jep sot. Kështu që edhe neve na bën të lumtur, po edhe ata të lumtur. Kemi diku rreth 100 fermerë që janë të licencuar, të interesuar mu licencu tash në këtë kohë. Shumica prej tyre vetëm se janë licencu, e kanë marrë substratin edhe po presim tash prodhimin pranverë. Pranverë masnej ata e sjellin prodhimin te ne, edhe na e paguajmë prodhimin, pastaj na e marrim atë prodhim edhe e çojmë te klientët tonë në Evropë ose në Amerikë. Ky investim këtu në euro ma shumë s'ka qenë dikur $1 miliona që në investu dhe tash. Kemi një kontratë 5 vjeçare me fermerin. Çdo fermer kosovar është ose jashtëm janë të gëzuar në atë aspektin se për 5 vite të ardhshme e dinë se çka kanë me prodhu, domethënë edhe e dinë se kanë garantuar me atë pjesën e shitjes ose blerjes nga ona jonë. Edhe ne jemi po ashtu në situatë ku ne kemi një kontratë 5 vjeçare se më afatgjatë se jemi në treg, domethënë ne kemi qendrën distribuimit në San Francisco, kemi qendrën distribuimit këtu në Kosovë, domethënë që e bëjmë liferimin asaj këpurdhe gjithka nëpër Evropë, po ashtu edhe në Amerikë. E para dhe vetmja, domethënë në Evropë nuk ka asnjë kompani që mundet, që është licencuar e patentuar për këtë prodhim. Domethënë ne jemi të vetmit që e bëjmë atë, edhe na gëzon fakti që mujmë e bëjmë, edhe na gëzon fakti që jemi në Kosovë, sepse Kosova në fundit një vend i vogël që do të thotë se atje ku të ndëgjohet që në Kosovë po bëhet një gjë e tillë dhe neve na bën krenar, po ashtu edhe të tjerë rreth nesh. 3 muajt e fundit kemi prodhu diku rreth gjysmë milioni thas ashtu të substratit, domethënë që duhet parafërsisht diku rreth 150 ton këpurdhë frest, domethënë që duhet marrim në mbrapa. Planin e afatshkurtë kemi për këtë vit, domethënë vitin 2026 prodhim diku rreth 2 milion thas. Mbasnej në planin e afatgjatë deri vitin 2028 prodhim diku në 10 milion thas këtu. Jemi në proces ose në fazën e ngritjes kapacitetit për prodhim si vjet, po edhe për vitet në vijim, që do të thotë se duhet angazhim i madh, edhe sepse kemi filluar me diçka, po tash po na dalin sepse kërkesa është aq e madhe sa që në një tarmë të afërt, po them, kemi me qenë në një situatë që na duhet me prodhu shumë. Përveç morellës kemi edhe produktet e Morina Tartufit, që është një sub brand i Euro Mushroomsit. Po ashtu këtë prodhim që po shihni këtu ne e bëjmë këtu, domethënë në këtë fabrikë këtu ku po shihni këtu ambiente, produkt shumë specifik sepse edhe këtë nuk e ka askush. Është shumë unik me njerëz të cilët kërkojnë tartufa, domethënë gjuetarët e tartufa, në këtë rast që kemi këtu nëpër Kosovë me qen tanë që kemi këtu. Të cilët i marrin qenë dhe dalin në gjueti tartufit, faktikisht e gjenë, pastaj e sjellin këtu. Ky është një produkt në cilin e kemi punuar special për gjatë kohës festave tash. Është një vaj ullirit extra virgin që është me fluska të arit brenda, domethënë është një produkt shumë unik, cilin
e gjenin marketet tonet me cilët kemi kontratat, përveç tartufit frest të cilin e qojmë gjithanej në përbot. Kemi klient gjithanej në përbot. Do të thonë prej Azi, Evropë, Amerikë, e marrim tartufin e frest nga këtu dhe eksportojmë për anej. Kështu që edhe ajo na bën të lumtur shumë sepse në Kosovë ka gjithçka që mund njeri me paramendu, e kemi këtu, është në Purdha Morell e thatë, domethënë e tjerën, në ambientet tona këtu, të cilin pa ashtu e eksportojmë. Dhe tashti, në këtë moment jemi të lancu në tregun në Kosovë. Domethënë në tregun e Kosovës kemi me lancu këtë produkt, është shumë interesant për kuzhinat shqiptare. Ky produkt është shumë interesant se ka një shije shumë pasur në atë aspektin që e ka të toksore, më dhe një shijet shumë interesante që në kuzhinat e Evropës përdoret edhe si ndënt mishit, me thonë, është shumë interesant, edhe shumë e shtrajt, në krahasim me prodhime tjera, do më thonë, nëse marim në krahasim me një këpurth champignon thjesht, ajo kjo është shumë e shtrajt, do më thonë, në krahasim me të nështë 7-8 fish, 10 fish e ma shumë ma shtrajt. Varet prej stinës, varet prej sezonës, për shembull në sezonin e pranverës ku ne jemi të prodhuesit vetëm, do më thonë që eksportojmë në atë kohë, kësaj sepse thash më herët në Evropë nuk ka asnjë kompani tjetër, asnjë biznes tjetër që mundet me bëj këtë përveç ne, edhe ne për këtë arsye zgjedhim domethënë kohën e mbjelljes në tetor, nëntor, që ta marrim prodhimin në kohën kur s'kemi konkurrencë as ku treg. Kjo mund shkoj dikun prej 20 deri në 50 euro, varet prej ku jemi për kilogram të frest po flas. Në këtë të tjerë domethënë është thujase 7-8 fishi, 10 fishi i frestës. Nështë jashtë atje është kultivohet në përsera, atë teknologji kemi ne sot. Nuk ka nëjë problem dikun, kudo që të ashtu, që nuk ka nëjë problem kështu klimatik që mundet me ndiku, kudo në për Kosovë mundet më mbjell, dhe po pretendojmë se rendimenti ka me qenë, ne kemi provu, kemi testu, është i testu, po në shkallën komerciale, sikur se si vjetë që jemi të bu, s'kemi pas sasi shumë më, për tash kemi pas këtë vjetë sasi, po kudo që në Kosovë, kudo që të mbjellet, kudo që ka pas një kulturë tjetër mundet më mbjellë Morella, kështu që nuk ish pas kufar problemi për ata. Mu bën të lumë të shumë që kam mundësin sot që ku bisedoj me një fermer thjesht, t'jap një shpresë që kemi me bo diçka zbashku, kemi me bo diçka që nuk e ka askush. Dhe më thonë, ajo më gëzën mas shumë ti, me vetë dëshirim krymë nga Amerika këtu, për me udhëheq këtë pjesë që me pas me tregu se edhe në Kosovë ka diçka që ne mundim me qenë lider gjithanej në përbot për një kulturë si Purdha Morell. Unë jam Milot Bejta, drejtori i shitjes së kompanisë Euromushrooms në Jashaninës Klinës.